çdo familje shqiptare dhe institucion edhe i Kosovës, edhe kujton, edhe feston. Prandaj, mundet me vete tjetër, festivoj shqiptarët, në festën e 25 nëntorit, të festojnë të bashkuar, të marrë me dignitet. Besoj që të kohët e tjetë të festojnë bashkuar. Faleminderit shumë. Faleminderit të nderuari gjyqtarë me mëngjesit e zgjedhjeve. E mirëpres mbajtjen e kësaj seance, për të arsye dhe në sot, në këtë seancë sepse jemi prezantuar për respektimin e shtetit ligjor. Nderuari zoti gjyqtar, është me interes se në këtë gjykatë të mos ndodhin gjëra që nuk lejohet të ndodhin në shtetet unia përkatëse. Si çdo popull edhe ne, shqiptarët, kemi histori, tradita dhe vlerat kombëtare dhe shtetërore. Mendoj se caktimi i kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor do duhet evituar. Mbajtja e kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor për mua dhe çdo shqiptar është befasi jo e mira. Nderuari gjyqtar, sot çdo shqiptar ka festë kombëtare, shtetërore dhe familjare, sepse është festa e dinjitetit dhe krenarisë kombëtare, ku si çdo popull i lirë në botë